Tani është momenti që t'i themi mirë mëngjes, Katerina. Mirë mëngjesi. Javë të mbarë. Si e mbarë qofte edhe. Faleminderit. Mirë mëngjes dhe ju të dashur, Anvisa, po patjetër. Edhe do të urojmë dhe Anvisat dhe një ditë bukur dhe një javë të mbarë. Të ftojmë këtu te Këndijoni Gatimit për treguar recetat që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sot do të bëjmë fillimisht një tavë me bollgur dhe me patate. Bëhet shumë e mirë, shumë e shijshme, është diçka ndryshe. Gjithashtu do të kemi një sallatë që do të jetë me qiqra dhe barbunja, kanë dalë barbunjat më tani në treg. Bëjmë një kombinim të mirë për të sjellë, si thua, ato shihet pranverore, pra bëjmë kombinime tani të dimrit dhe të pranverës. Sa të vitu me thënë ajo faza tjetër për ta ulim mos të më digjet tjetër. Është grejë shumë mimët ajo, qepa dhe pak i duhet. Se duhet e imët, dhe ndërkohë që mos të më digjet, do hedhe edhe qepët e njoma. Kemi filluar me qep të thash, të cilët e kemi zbutur, jo të marrë, do me thënë, të thekërojt, do me thjesht që të zbutet e të nxjerrë ato aromat e mira që përmbajnë qepa. Qepa përmbajnë vajrat eterike, që ato gjatë momentit që i bëhet ajo kavërdisja, ajo zbutja e lehtë, lëshon atë aromën e qepës. Tani do të hedhim edhe pak krip. Shpjegojmë dhe një recetat kështu në përgjithësi çfarë do përgatisim. Që ta lëm sa të më ul pak vëllimin dhe ajo, dhe përveç se sallatës që thamë që do të bëhet një sallatë shumë e mirë, shumë e shijshme dhe është ai kombinimi që thash që bëhet, kalojmë nga faza e dimrit që janë qiqrat që konsumohen më tepër në dimër dhe në sezon të pranverës dhe të verës bëhen, domethënë, kombinime duke bërë sallatëra të ftohta. Edhe është ajo që na sjellin proteinën e qiqrave, edhe vlerat ushqimore, lëndët minerale dhe vitaminat që përmbajnë këto perimet pranverore edhe të verës, na sjellin një ushqim të shëndetshëm edhe më të lehtë se sa ajo e dimrit. Gjithashtu do të përgatisim edhe një supë që do ta bëjmë me këto fasulet e vogla jeshile. Faktikisht fasulet jeshile janë të pasura shumë me proteinë. Me thënë, sa lloji në bazë të ngjyrave, aq e kemi thënë dhe herë të tjera, aq më shumë vlera ushqimore kanë dhe përmbajnë. Unë faktikisht këtu do ta sjell shumë thjesht këtë supën, duke patur këtë mix erzash, që kemi një miksim të erzave, domethënë dhe i kam thënë gjithmonë, nuk është se kanë thjesht shije, por kanë vlerat e tyre ushqimore dhe nuk kanë nevojë për asnjë gjë tjetër. Proteinën e këtyre fasuleve jeshile dhe një dorë oriz të neve për të bërë atë, si thua, lidhjen e supës, edhe një qep të grirë imët. Këto janë për të bërë atë sigurisht edhe vaj dhe nëse doni sipas dëshirës mund të shtoni edhe një lugë gjalp. Por edhe vaj ulliri është mjaftueshëm për të patur një supë të shëndetshme. Rikthehemi këtu te pjesa e gatimit, domethënë e tavës që do të fillojmë atë, do të kemi në qendër të vëmendjes fillimisht, por këtu do të hedh tani, kam hedhur fillimisht unë vaj ulliri, do të shtoj edhe pak gjalp për ta shijuar. Dhe unë shkurtimisht po ju kujtoj se sot po gatuaj me produktet në Ranci, ju e dalloni me njëherë në fakt në paketimet që kemi këtu mbi tryezën tonë, po ja u kujtoj për ju që gjithmonë na pyesni se ka produkte të veçanta apo që nuk dini si t'i përshtasni në kuzhinë, se jo vetëm ku i gjejmë, po edhe se si mund t'i gjejmë hapësirën e duhur në recetat dhe në përdorimin tonë. Jemi në studio për sëri rikthyer tashmë pas një shkëputje që na u desh të kishim, sepse jemi në një periudhë pak të vështirë informative, që do të thotë her pas here edhe nga gatimi ynë do të kemi shkëputje të kësaj natyre, por kjo nuk do të thotë që nuk do të kujtojmë edhe një herë çfarë kemi bërë deri në këto momente, gjithashtu të prezantojmë tek ju recetat e kësaj dite të hënë dhe ti përfundojmë ato. Atëherë të dashur Anvisa, neve ju lam në momentin që kishi filluar për të kavërdisur qepën e thatë, qepët e njoma dhe pritëm këtu sepse duam t'ja tregojmë mënyrën se si bëhet nga fillimi deri në fund gatimi. Atëherë më mbrapa siç e shikoni, kam shtuar kopër dhe majdanoz dhe vazhdohet që të bëhet, si thua, një zbutje lehtë, më tani nuk ka nevojë për më tepër. Këtu kam dhe një filxhan bollgur, të cilin këtë do ta hedhim këtu tek pjesa e qepës. Pasi kemi shtuar edhe një filxhan, dhe këtu kemi vendosur një filxhan qumësht, një filxhan kemi vendosur ujë. Dhe kemi dhe një filxhan qumësht tjetër që do ta duhet më mbrapa, do ta tregoj kur pasi të heqë këtej bollgurin me erzat dhe me qepën.
do të shtojmë aty, do me thënë ashtu si që bëjnë dhe nënat dhe gjyshet tona, që marim ato vajrat e fundit të tiganit, që neve ka vërdisim qepën. Do të marim patatet të cilat i kam të prera në fedzat të hollat, i kam në ujë, kështu që do t'i heq ujin, do t'i hedhë në tavë direkt dhe do të bëhet lidhja e komplet të tavës për t'a vendosur në furrë, por më përpara do të shtojnë edhe vezët. Në rregull, t'i lexoj recetat unë, se në pjesën e parë nuk patë mundësi t'i prezantonim në ekran të shkruara. Tavë me bulgure, patate, na duhen 1 filxhan bulgur, 3 patate, 1 qep të thatë, 4 qep të njoma, 2 vezë, 2 filxhan qumësht, 1 filxhan ujë, vaj, gjallë, kopër, majdanoz, krip edhe piper. Pra kjo është tava që jemi duke përgatitur tani, shumë e thjeshtë në përgatitje në fakt, dhe do të vijojmë më tej me supë me fasule jeshile dhe oriz. Na duhet 1 filxhan fasule jeshile, 1/2 filxhan oriz, 1 qep, 1 lugë mix erzash, majdanoz, vaj, limon, krip edhe piper. Dhe ndërkohë që së recetë së tretë sot kemi llogaritur edhe sallat me qiqera dhe barbunja, 1 filxhan qiqera të ziera, 250 gram barbunja të ziera, 1 domate, kopër majdanoz në energjik, susam të kavardisur, salca do të përgatitet me 1 lugë tahini, 1 lugë mustard, 1 lugë mjalt, 2 lugë vaj ulliri, limon dhe krip. E ndërkohë, uroj që të kemi kohë deri në përfundim ti realizojmë të gjitha, edhe pse duken të thjeshta kati me të shoh, por duan kohën e vet, duan kohën e vet patjetër. Tani thjesht thash këtu kemi hedhur në tavë patatet, të cilat tash i kemi të prera në fetza të holla. Këtu tani pasi kemi bërë një kavërdisje të lehtë të bollgurit bashkë me erëzat edhe me qepët. I kemi gati, sigurisht i kemi regluar edhe me unë e kripës, tu kemi vendosur thash 1 filxhan qumësht, 1 filxhan ujë, kemi edhe 1 filxhan qumësht që do ta hedhim këtu te pjesa e tiganit, e heqim tani, nuk ka nevojë që të qëndrojmë më tej, për thjesht një përzierje, do me thënë që të ketë mundësin për të përzier me erëzat. Të tani e hedhim këtu te pjesa e patateve, dhe këtu te tiganit do të hedhim pjesën tjetër të qumshit. E vendosim për sëri. Sepse duhet jetë i ngrohtë, ndërkohë që jemi kujdesur më përpara që të kemi furrën të nxehtë në një temperaturë 180-200 gradë dhe atje do ta lëm për 30-35 minuta dhe do ta kemi gati. Ndërkohë që kemi vendosur ata tek pjesa e patateve, do të përzijem vezët, të cilat do t'i rregullojmë tani me temperaturën e qumshtit. Do t'i hedhë edhe pak piper këtu. Edhe pak, se pak hodhëm në fillim fare. Kështu që tani qumshi është i nxehtë. Tu kemi qumësht ujë sa. Ta të reqim sepse nuk dua që të më derdhe tani. Po, se fillon edhe zihem plotësisht më pas, të bëjmë rregullimin e temperaturës. Para se ta hedhim vezën brenda, e përzijem dhe shtojmë qumshtin, ashtu si themi gjithmonë në mënyrë graduale, që mos të pritet veza. Pra rregullojmë temperaturën ashtu si që bëjmë kur e presim me vezë e limon. Ndërkohë, Kati, në tenxhere këtu kemi vendosur... Ja, do të shpjegoj tani, Anila, sepse mendova se do të vonoheshim shumë, është shumë e thjeshtë përgatitja e supës, që tha me fasulete jeshile edhe me oriz dhe me qep, dhe një mix erzash, një supë shumë e thjeshtë për të përgatitur, por shumë e shishme në konsumim. Pra supa i ka të gjithë përbërësit këtu, është fare e thjeshtë, ka 4 përbërës në tërësi dhe këtu po fus edhe erzat, pra janë fasulet jeshile ose fasulet mung, ky paketimi këtu, janë shumë të këndshme, janë të vogla, si që shihni, gati sa një kokriz thjerëzve, dhe tavën e kemi gati për të vendosur në furrë. Po, pra kemi vendosur patatet, shtuam më mbrapa bollgurin të cilën e kemi thash me qepët e njoma qepët e thata, erzat, edhe bollgurin që i bëm një kavërdisje të lehtë, e shtuam në tavë këtu, hodhëm masën e qumshit dhe të ujit, dhe jemi në momentin tani që të shtojmë edhe vezët, të cilat i kemi përzier me qumësht të ngrohtë. Edhe me piper, hedhim edhe këtë dhe kemi gati për ta vendosur në furrë. Asnjë gjë tjetër, e hedhim në këtë mënyrë. Dhe kështu do të kemi një tavë të, do të mpikse, gjatë kohës së pjekjes. Bëhet shumë e mirë, shumë e shijshme dhe tepër e shëndetshme. Është një gatim që është shumë i mirë. Ja kështu.
e kemi gati për ta vendosur tamam pranë verë, me jeshillëqe, por dhe me shi, edhe një kombinim i mirë, pra thash atë që tani në pranverë ne kombinojmë ushqimet e dimrit dhe të pranverës. Okej, dhe tavën tham, do ta vendosim e njëherë në furrë dhe ne do të kthehemi me supën, Kati? Po. Me supën. Do të tregoj me supën edhe do të përfundoj me sallatën. Okej, pra tham për supën që na duheshin thjesht fasulet e vogla, fasulet mung. Orizi që në këtë rast në Naranzi kemi zgjedhur orizin arborio, miksin e erëzave që është shpëtimtari në kuzhinë sa herë që duam të miksojmë arome dhe shije në gatime të ndryshme. Kati, çfarë kemi në atë tentere? Atëre, ne të dashur anvisa, këtu kemi përgatitur një supë të cilën e kemi bërë me fasule të jeshile, kokër vogël, po kaq të vogla janë, po kaq shumë shije kanë, edhe vlera ushqimore, atë që thamë edhe pak më përpara. Ndërkohë këtu kam edhe orizë thash është ky orizi arborio, që është një oriz me atë kokrën e rumbullakët dhe si thua bën atë lidhjen e supës, sepse fasulet në këto lloj fasule nuk është se na e kosin supën. Edhe një kombinim i mirë i orizit me fasulet na i bën një supë të mirë, domethënë të lidhur edhe të shëndetshme. Dhe thash që këtu tjetër nuk hedh asnjë, thjesht një qep të cilën e kam të grir holl, i kemi hedhur fillimisht në ujë të ftohtë. Kemi hedhur fasulet, qepën, dhe më mbrapa kemi shtuar, pasi ka marrë një 2 val fasulja, kemi shtuar edhe orizin. Unë i kam hedhur më përpara, thjesht për të arritur edhe kohën për të treguar të përfunduar recetën pra supën tonë, se është shumë e thjeshtë për të bërë. Më mbrapa, pasi shtuam dhe orizin, kemi shtuar edhe një lugë të supës nga kjo miks erzash. Sigurisht edhe vajin e ullirit. Gjysmën e sasisë së vajit të ullirit unë hedh në momentin e parë që fillon edhe zihet supa, dhe gjysmën tjetër do ta kemi pastaj për ta serviruar supën bashkë me limon dhe majdanoz. Pra këto janë përbërësit që do të na duhen për përgatitur supën, dhe mënyra se si përgatitet supa ishte kjo që unë ju shpjegova në këtë moment. Tani do ta ulim temperaturën dhe do ta lëmë në temperaturë të ulët mesatare që të na bëhet gati për 20-25 minuta. Supa është gati, pra është një supë e thjeshtë, e shpejtë, e shijshme, e shëndetshme, madje edhe shumë ekonomike. E lëm tani supën dhe rikthejmë këtu për të përgatitur recetën e radhës që unë kam përzgjedhur. E treta për sot që është, e rikujtojmë shkurtimisht. Kemi një sallatë, atë që thash që është kombinimi i dimrit edhe i pranverës. Pranverës janë, jo se nuk i gjejmë këto barbunjat në kohë të dimrit, por kemi thënë gjithmonë që në pranverë kanë një tjetër shije edhe është momenti më i mirë për t'i konsumuar, pra çdo gjë në kohën e vet. Dhe një kombinim i mirë i proteinës thash që marrim nga pjesa e qiqrave, lidhe shumë mirë, domethënë me barbunjat. Shpejt do të bëjmë tani sallatën me qiqra. Siç tham, një sallatë e cila do të ishte ideale për këtë stinë, të cilën ndodhemi shumë e shëndetshme dhe për të kryer pse jo edhe një vakt apo jo, duke qenë se është shumë e plotë. Shumë e plotë, patjetër është si një vakt dreke. Ose mundet, anvesa, domethënë zonjat që janë për punra të ndryshme, mund ta marrin në një enë dhe marrin me veten në punë. Po, shumë mirë. Atëherë, si do ta përgatisim? Fillojmë këtu duke shtuar mjaltin. Në fillim fare, pra hedhim mjalt do të hedhim një lugë të çajit, domethënë nuk do ta mbush plot këtë. Okej. Hedhim mjaltin fillimisht. Do të hedhim një lugë mustard. Një lugë mjalt, një lugë mustard. Përbërës së cilët i pant edhe në recet pak më herët, kështu që ndaj ju themi gjithmonë që ato receta të ruajni. Bëjni një foto me telefon gjatë kohës që na ndiqni dhe sa herë që pyesni veten çfarë do përgatis sot, shikoni atë arkivën e fotografive, do të keni edhe recetat e Katerinës aty. Edhe një lugë tahini. Tahini, po. Që sërish është shumë i shëndetshëm dhe mund të përdoret është një kombinim në shumë i mirë. Këtu kam edhe hudhër, mund të përdorin anvisat hudhër të freskët ose dhe hudhër plur. Le ta hedhim edhe këtë, të heqim lugët tani se mos të ndihmon ajo luga vogël që mos të trashkansi më shumë se ç'duhet apo jo? Thua mirë Anila se radhën e parë odhëm piperin më shumë, kështu që ndërkohë le të vendosim për të kavërdisur susamin Anila, të lutem. Ti po. Ma vendos të lutem andej që ta kemi pak të kavërdisur atë susami, se e kemi thënë gjithmonë që susami të nxjerrë vlerat e tij ushqimore dhe të japë atë shijen e mirë, duhet të bëhet një kavërdisje e lehtë që të marrë atë ngjyrën bezh për të lëshuar aromën edhe shijet. Tani këtu unë do të shtoj ka pak hudhra, të hedhim dhe hudhrën dhe pastaj që t'i vëmë në përvende. Është mjaftueshëm kjo.
Barbunjat edhe qiqrat janë të zjera, po jo? Po, Pra të janë zjera. të gatuara paraprakisht. Cipën e limonit. Unë gjithmonë qoftë në sallatëra, qoftë edhe në supra, shtoj edhe cipën e limonit faktikisht kohët e fundit. Nga studimet e reja që janë bërë, thonë që edhe këto kanë vlerat e tyre ushqimore, janë ato vajrat eterike që përveç se kanë... Dhe ka një aromë fantastike në momentin që grihet, lëkura e limonit shpërndahet në ajër edhe aroma e ti. Kemi vajnë e ullirit. Një. Se kemi edhe vajnë nga susami. Po. Tani po do një të shtoni edhe pak më tepër juve, pa Se më tjetër kujtove që... susamin. Tani këtu do të shtojmë... mund të shtoni uthull molle, mund të shtojnë edhe lëng limoni. Okej, të dyja në të shkonen. Me thënë të dyja shkojnë. Dhe si uthull ashtu edhe limoni, për shkak të aciditetit, e ndymon që të bëhet dhe një masë të kremoze. Tani e përzije mirë, qoftë me luk, qoftë me këtë rafsen. E kemi këtu, ta largova unë, po? Ma jep, lutem, që ta kem më të tretet më mirë. E ta vëm këtu tek qiqrat. Ajo që ngelet është për të shtuar këtu domaten, do të shtojmë edhe majdanoz edhe nenegjik, çfarë erëzash mund të keni juve. Ato do të hedhim në momentin e fundit. Jo, thjesht po e tranzoj nga pak që të mos na digjet. Janë fare të susamit aty. Ata qojnë pak edhe furrën. Krip edhe piper nuk kemi shtuar, ja e kemi këtu. Edhe kjo tava duket shumë e shishme, pas pak do ta kemi gati për ta parë edhe ju. Piper, të shtojmë edhe krip. Një përzirje të mirë. Tani është momenti që do shtojmë edhe qiqrat, bëjmë këto që të kemi në momentin e fundit të shtojmë ato. Okej. Tani nuk na duhet më kjo. Majt mua ato, ti largoj. Luga do të më duhet, Anila. Po mbaje, lugëm jep tasin. Po, urdhë, faleminderit. Nuk lëshon që nga dora. Ja, duhet më kullojnë këto, barbunjat. Këto barbunjat. Hajde mi jep mua edhe ato. Faleminderit. Të bëm pak temperaturë se supësit në... Ja, shiko sa e mirë që bëhet kjo salsa, shiko. Ishën të zjera? Të zjera, po. Edhe që të ngelen të ruajnë këtë ngjyrën jeshile, pasi keni zjerë, do t'i nxirrni me njerë, do t'i kulloni dhe do t'i lëni në ujë të ftohtë. Që të ruajnë këtë ngjyrën jeshile, pra të jenë kështu jeshile si që kemi. Momenti fundit është të shtojmë edhe domate, të prerë në kubik të vegjël, mundësisht pa pjesën e farzave, por sigurisht që në momentin që juve i prisni ato, sigurisht që ikën pjesa e farave. Po tani, kështu si që është. Atere, me qënë se s'kemi shumë ko, katë mendoj t'i tregojmë tani, që kemi bërë deri në këto momente. Do t'i nxjerrim të gjitha, do t'i servirim. Do t'i tregojmë edhe farat i ke gati. Po, ja jo që ngellit, Unë është për ta liroj serviru. pak hapësirë këtu dhe tregojmë recetat me shumë dashuri të bëra nga Katerina jonë sot, si gjithmonë fundja. Atere. Bëj një gjethe kështu. Edhe përveç se, si thuash, kështu dekor, por ka edhe shien e mirë. Tani ngelet. Farat e Farat e susamit. susamit. S'kemi, kemi një luk tjetër këtu. Kemi. Ta nxjerr tavën nga fura unë. Po, nxjerrim se nëse s'kemi kohë tjetër qanë. Nxjerrim dhe tavën nga fura, shërbejmë më pas edhe supën me thjerza edhe me oriz dhe jemi gati. Kemi hedhur... Shumë e mirë duket. Edhe kjo duket, kjo aroma Anila e kësaj, do me thënë, edhe në energjikut, edhe e farzave të susamit, qa salat e shishme, e shëndetshme, shumë e mirë. Ajo që ngelet të heq pak të laj duhet edhe të Janku është tava me patate që përgatitëm edhe me bulgur që përgatitëm në fillim. Keni gjithashtu edhe salatën me qiqra, me fara susami, me barbunja,
Në pjatë e plotësuar edhe kjo. Edhe kjo supa Dhe mojnila. një supë me fasule Sa e mirë që dhe është me bërë. oriz, të treja receta për të mos i humbur. Me shumë shije, ekonomike dhe me plot vlera ushqyese. Tregojmë edhe supën. Limon, lëng limoni. Ja dhe një supë. Edhe pak thash vaj ulliri. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi si çdo ditë që Kënaqësia është ndajmë gjitha imja. emisionin bashkë. Falenderojmë dhe anëvisat që qëndruan me ne, nga unë Katerina mirupafshim. Kalofshi një mbasditë të bukur dhe miru takofshim nesër. Nesër patjetër, Me receta të reja dhe receta ide të reja. Sigurisht, ishte vetëm dita e parë e javës, kjo që na solli 3 pjata nga Katerina jon, nesër me shumë të tjera. Ndahemi tani për publicitet.